Isni Kilaj, pas lirimit me kusht nga gjykata speciale në Hag, tashmor ka arritur në shtëpinë e tij në Malishev. Fotografinë e ka publikuar djali i tij në rrjetet sociale. Isni Kilaj është liruar përkohësisht të mëkuar në gjykatën speciale pas shqyrtimit më të fundit të paraburgimit nga gjyqtari vetëm i gjykatës së lartë në rastin e prokurorit të specializuar kundër Hashim Thaçit Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hayreddin Kuçit. Në vendimin e tij të 3 dhjetorit 2025, gjykatësi konstatoi se rrethanat kishin ndryshuar që nga shqyrtimi i fundit i ndalimit të Kilajt në tetor 2025 dhe se ndalimi i tij nuk ishte më i arsyeshëm ose proporcional. Familja e Hakimirit ka shpërndarë një mesazh të fortë në Facebook, duke kritikuar opozitën e vjetër të Kosovës dhe duke nxjerrë në pa dekadat e keqeverisjes dhe abuzimit. Sipas familjes, politikanët e opozitës së vjetër janë të njëjtë që kanë sunduar për dekada të zhytur në skandalet e interesat të ngushta personale. Kjo opozit nuk riparohet, nuk reflekton, nuk ndreshet dhe nuk rinovohet, shkruan familja. Në mesazhin e tyre, ata akuzojnë ishut heqësit për manipulim të qytetarëve dhe keshpërdorim të shtetit. Drejtësia u mbajt peng për më shumë se 20 vjet. Krimet u lanë në harres, ndërsa hetimet u shtyn pafund. Politikanët e vjetër u pasuruan shpejt, dikur me uniforma, sot me kostume të shtrenjta dhe ora luksoze. Qytetarët u trajtuan si mjete për të rikthyer në pushtet, ndërsa mendimi i lirë shpallet armik. Familja gjithashtu kujton kontradiktat e ish opozitës. Sot flasim për atë dashuri si hajduti që ligjeron për moral si kriminali që predikon drejtësi, thuhet ndër të tjera në mesazh. Në vijim postimi i plot. Miq, opozita e vjetër e Kosovës nuk riparohet, nuk reflekton, nuk ndreshet, nuk rinovohet. Janë politikanë të njëjtë që kanë sunduar për dekada të zhytur në skandale, abuzime dhe keqeverisje, kanë funksionuar si një sistem interesash kriminale të mbuluara me retorik, luftë dhe patriotizëm të rrem. Kjo opozit nuk duhet mbështetur më, jo nga inati, por nga faktet që i njohim se kush janë dhe çfarë kanë bërë. Premtimet e tyre elektorale kanë qenë mashtrime ordinere, premtimet e tyre janë kafshime, përqafimet e tyre janë konsumuar dhe tejkaluar. Ata nuk kuptojnë se qytetari i sotëm është më i vetëdijshëm, më i emancipuar dhe nuk e han sapunin për djath. Nuk pranon më arrogancën e atyre që kanë parë shtetin si plaçk. Për më shumë se 20 vjet, drejtësia u mbajt peng, krimet u lanë në harres, hetimet u shtyn pafund, dosjet u mbuluan nga pluhuri ndërsa viktimat u shpallën luftë. Drejtësia u trajtua si armike, sepse një drejtësi funksionale do t'i nxirrte ata para ligjit. Nga njerëz të varfër brenda natës u bën milioner, dikur me uniforma, sot me kostume të shtrenjta e ora luksoze, u çarmatosën nga armat, por jo nga lakmia. Diplomat i morën pa lexuar as në libër. Për ta, shteti ishte thesar privat, buxheti ndahej si trashëgimi. Këtë e marr unë, këtë ti, kjo për fëmijët tanë. Qytetari u trajtua si mjet për t'i rikthyer në pushtet. Gjatë sundimit të tyre gazetarët u kërcënuan, u shantazhuan, disa u vranë, të tjerë u konvertuan në shërbim të tyre. Mendimi i lirë u shpall armik. Kush bënte pyetje, kush guxonte të kontestonte profilin e tyre quhej tradhtar. Sa ishin në pushtet, ata kishin terminale, kompani homologimesh, toka, hotele, kontrata pafund, shtetin e plaçkitnin barbarisht, ndërsa qytetarët paguanin faturat e tyre. Sot, flasim për atë dashuri, si hajduti që ligjeron për moral, si kriminali që predikon drejtësi. Ata që i falën tokën malit të zi dhe themeluan gjykatën speciale, sot e mohojnë, bëjnë zhurmë kot, kërkojnë të fshihen pas gjurmës së të vërtetave. Andaj miq, kandidati për kryeministër Albin Kurti, doktor Fatos Geci dhe të tjerë këtij koalicioni, deputetët e ardhshëm të Kuvendit të Kosovës, janë përfaqësuesit e ndryshimit, thuhet ndër të tjera në këtë reagim të familjes.